Kjo nuk është ders musliman, kjo është një këshill prej vllaut ju nëse pranoni sidomos ju të rit. Ju foli tamam si vlla. Nana emi ka 90 vjet. Lutja më e shpesht e sajna që më kujtohet mua është Allahumma runa prej taksiratit, runa prej belas. E sheni që shumë ban njerëzit. Thash ju foli tamam si vlla. Kujdes, jem njerëz që kena përjetu një luft. Jem kapak këto shumë nxehtë. Runo, ju të rit që se keni përjetu luftën, ju nuk e keni përjetu luftën, ju e keni përjetu më rrit me neve të cilët e kena përjetu luftën, e kena përjetu që ato që e kena përjetu. Kështu që kujdes, rrin shpe, sa ma shumë rrin shpe, ik prej belas, sa ma shumë dalsh atje, qaq ma shumë i afrohesh taksiratit, i afrohesh belas. Kështu që po të luti, rrin shpe. Shpin e ka bo Allahu Azza wa Jall për qetësi. Unë për vetën tem po foli, shumë pak dal. Kohëve të fundit më ka ra 2-3 herë me dal e kom pa që shumë ma shumë i afrohesh rrezikit kur dalsh. Kështu që afrohu të shtëpia jote. Mos del veç se kur ki nevojë. Rri me familjen tane, rri me farefisin tan, rri në për shtëpiat njerëzve, qush ka rri musafir, prit musafir, ama mos shko me nejt udhve. Që ka thonë Rasulullah a.s. Iyakum, kujdes me ulljen në për rrugë, veç më ullë që të me nejtë në udhe. Nuk ban kjo musliman, se rrezikoha shumë, e rrezikon vetën, e rrezikon atë tjetrin, besoj që si cili për juve e keni pa sa është rreziku jeta, që që kujdes, rreni në për shtëpiat juve. Ma bëne Allah, po besoj që i fola tamam si të shtëpia jam për me ka një qarë që ka vëdu me thonë. Allah në falë të në bo prej muslimanëve të mirë.